Ora rrethit 4 orë, ajo është Verde Watches, do thoni ju pse Merizartën e vetme që feston Shën Valentinin, më saktë që festoi Shën Valentinin nga grupi rrethit 4 orë. Unë erdha të sjellë dashurinë juve sot këtu edhe të gjithë teleshikuesve që na ndjekin. Kështu që shpresoj që të jep një fat i mirë për gjithë ju që jeni beqar. Je e mrekullueshme Rizarta, zëvon, ndërkohë që ne kemi miq tan, Albatros Rexha, mi mbrëm Albatros, dhe zoti Cako, mi mbrëm. Mbrëma Manush. Po shumë serioz juve, Shën Valentini e kapi çik edhe brezin ton. Pse jeni kaq të këqij me Shën Valentinin? Se jemi të lodhur nga lekët që kemi harxhu dje. Kurse Cako? Po kur shikoj. Por çka ka të ndeshme ky Shën Valentini? Moshën e re. Çfarë ti e shikzuar o Manush? Jo, çka ka në jetë të ndeshme ky Shën Valentini, në gjë nga ato tuat. Por tani s'pak ndryshe. Është një festë e krijuar mbi një ngjarje ose një mit, po që është e dobishme dhe është festë e mirë, sepse ju shton njerëzve me detyrim një ditë dashurie. Me detyrim një ditë dashuri. Dhe ky është rrethi 4 orë, dashuria e vërtetë e Rizartës, me të cilin ne nisim aktualitetin për sot. Atëherë ne kemi pasur një javë një herë shumë intensive e gjithë gjenerata Z, sepse është bërë halftime i Super Bowl në Amerikë dhe ka kënduar dhe ka performuar këngëtari Bad Bunny. Por ajo që u bë shumë le të themi u diskutuai shumë ishte reagimi që bëri Trump pastaj për këtë performancë, sepse e quajti si antinacionaliste dhe e quajti sikur ishte një performancë që kërcënonte sloganin e tij Make America Great Again, sepse Bad Bunny përmendi të gjithë shtetet e kontinentit të Amerikës, domethënë ai shprehu një le të themi gjithë diversitetin e kulturave që Amerika vërtet ka, dhe kjo për Trumpin ishte performanca më e tmerrshme që është bërë ndonjëherë në halftime të Super Bowlit. Dhe çfarë ishte shumë interesante ishte dhe fakti që ai veshi një jelek antiplumb Bad Bunny, domethënë gjithë situata dhe tensioni politik e detyroi që të vishte dhe atë një jelek antiplumb që të mbrohej ndoshta nga një sulm që mund të vinte, sepse vërtet Trump nuk e simpatizon as pak edhe është pak shumë e tensionuar e gjithë situata. Por këtë ka ngëluar të gjithë rrjetet sociale, sepse ishte edhe një nga performancat që kishte shikueshmërinë më të madhe në gjithë historinë e të gjithë kësaj loje. Dhe fakti që ai këndoi spanjisht në Amerikë dhe në le të themi eventin më amerikan të mundshëm, shkaktoi pastaj gjithë debatet e tjera dhe polemikat e tjera. Po ky vetë është latin, vetë është nga Amerika Latine, duhet jetë apo? Po. Është nga Amerika Latine. Dhe një aktualitet tjetër pak më ndryshe për Shqipërinë. Çfarë po vihet re është se duket sikur Shqipëria vërtet po refuzon që të afrohet me të ardhmen, sepse kemi një rrallim të madh të numrit të lindjeve në Shqipëri. Është mbi 70%, më pak lindje krahasimisht me vitet 90. Nëse më parë kishim 80.000 lindje, tashmë kemi 20.000 lindje dhe mesatarisht kemi një lindje pra një fëmijë në një familje. Dhe kjo është vërtet shumë shqetësuese sepse nuk po rrisim më një brez të ri, nuk kemi më forcë riprodhuese dhe mosha mesatare e Shqipërisë tashmë ka shkuar në 44 vjeç. 2100 mbaron, ka thënë, 2100 mbaron gjithçka. Dhe gjitha kjo për 35 vite, domethënë një raport kaq i ndjeshëm për vetëm 35 vite. Dhe kjo është vënë shumë re në qytetin e Dibrës, sepse gjatë një viti në Dimër kanë ndodhur thjesht 800 lindje, rreth 800 lindje brenda vitit, dhe kjo është vërtet shqetësuese për popullimin dhe për popullatën tonë. Ka shumë faktorë të ndryshëm, siç është emigracioni, sepse vërtet të gjithë të rinjt tashmë janë drejtuar drejt vendeve europiane, janë kushtet që janë në Shqipëri, mos përballimi i jetesës dhe shumë të tjera, por vërtet shpopullimi i Shqipërisë është shumë shqetësues. Merr një zotim këtu që kur ti je 26 vjeç, ti do kesh menduar ta kesh të bësh tani, prandaj janë vetëm si dashuria sot. Po ta zgjas pak kohën. Çfarë aktualiteti kemi Albatros? Unë kam 2 gjëra, një shkurt, tjetra pak më gjatë. Sillet për festën e Shën Valentinit shumë njerëz kanë ardhur në Shqipëri, në Tiranë, kanë ardhur nëpërmjet portës ajrore e aeroportit të Tiranës. Është interesant ta cekim që aeroporti i Tiranës në kohën kur e ka marrë menaxhmenti aktual, që është pjesë e grupit Kastrati, i ka pasur 700.000 udhëtar. Sot ka shkuar në 12 milion, 2025-ta, edhe sipas informacioneve që unë kam, menaxhmenti që është do e bëni punë të jashtëzakonshme dhe mendoj që Shqipëria duhet të jetë falënderuese për këtë, synon të shkojnë në 20 milion.
Targeti i radhës është 20 milion pasagjerë në aeroportin e Shqipërisë, që do të thotë që Tirana kthehet në një destinacion që mund të konkurrojë me destinacionet globale. Kjo është një gjë e mirë. E dyta është çështja Balluku. Ne po flasim shumë tash për këtë hovin që po merr Spaku e tjerë. Dhe këtu ka dhe një thashë themë në Shqipëri që prapa s'ka pakut, janë Amerikanët thonë bë këtë, Amerikanët thonë e kanë bërë rastin kundër Ballukut. Kjo nuk është e vërtetë. Nuk ka asgjë të vërtetë në këtë pikë, domethënë që ka një komplot prej anës tjetër të Atlantikut, që ati ka shku ati prokurorit si e ka emrin Prenqi, dhe ati prapa Prenqit qëndron Amerika, dhe Amerika tash po thot merrot me Ballukun. Kjo prall me mret. Edhe shka është më e keqja, njerëz për vetë mrena Spakut i hedhin këto thashëtheme, sepse dëshirojnë që të kapin majat e famës, të bëhen interesant, edhe fare nuk e kanë breng, se kështu dhe damtojnë kredibilitetin e institucionit, sepse shqiptarët, ne jemi popull i vujtur edhe duam që njerëzit të dënohen për të këqijat që ja kanë bërë këtij populli, por ne nuk dojmë show, nuk dojmë performancë. Ne dojmë që njerëzit vërtet të dënohen, që ato procese të jenë të sigurta, dhe jo t'i marrin njerëzit në burg atje, pastaj shohim çka po bëhet. Pastaj është ana tjetër, ne po dëgjojmë Tiranë dhe storie nga më të ndryshme për faktin se si rrjedh informacionin nga vetë Spaku dhe nga BKH-ja. Si ishte ky rast i fundit që u nis BKH-ja për atë aksionin dhe ata kishin marrë informacion që po vjen BKH-ja. Domethënë edhe aty është fut krimbi, dhe aty është fut ideja që me lekë zgjidh punën, do ndalin dosjet, dalin informacionet. Tash ne kemi kriju këtë strukturë që duhet kujdeset për pastërtin, ata janë rojtarët, për duhet parashtru pyetjen kush po i ruan rojtarët. Domethënë se ata kanë marrë idenë që janë shtet për shtet. Edhe kjo është shumë gabim dhe viktima e radhës të menimin tim të kësaj gjëje, jo është zonja Balluku, jo për procesin, por faktin që qëllimshëm po përhapen këto thashëtheme, zonja ka pas takime, para se që të... Pra s'është Amerika mbrapa Spakut? Para se që të thirrej zoja Balluku në Spak për mjo pande akt akuza, 1 ditë përpara, 2 ditë përpara, ajo ka pasur kërkesën që të ketë takim me Mark Fleming. Është ai zyrtari që i ka ardhur dhe i ka taku Spakun. Domethënë, ka pas në agjendë të takohet me Mark Fleming. Sikur amerikanët ishin pjesë e kësaj loje, ata nuk doja kërkonin takimin. Vetëm pasi është bë publike akta akuza. Ka për ne është apo s'është Amerika mbrapa? Problemi është apo fajtora ajo, valla, kjo na intereson. Jo, por nëse është apo s'është Amerika, aty mos jetë, le mos jetë fare Amerika. Është fajtora ajo apo jo? Nëse ajo është vërtet fajtore. Si ne na duhet mbas Spaku diçka. Ti vetë Spaku me forca Amerika për të bërë drejtsinë e Shqipërisë. Nëse ajo është vërtet fajtore. Po? Spaku nuk duhet tash të mshefet me atë ide, ne po e bëjmë se kemi Amerikën mbrapa. Nuk duhet. Pra Spaku po thotë që po e bëj për Amerikën. Jo, domethënë ti duhet të jesh me të vërtetën, duhet të jesh me faktet. Ty nuk të duhet Amerika për me ndjek një person që ka bërë krime. Nëse ti të duhet Amerika, domethënë aty ke një problem. Edhe këto janë pralla me mret, edhe janë lojna të këqija që damtojnë kredibilitetin e drejtësisë re edhe të Shqipërisë. Mos do çik demontim nga këndvështrim tjetër kjo? Sa i përket kësaj rritjes së numrit të turistave, kjo në vetvete është një gjë pozitive, por parë në ekonominë e përgjithshme të Shqipërisë, në zhvillimin e sektorëve të tjerë produs, rritja e raportit të ardhurave nga turizmi është një model i keq që sjell mbas luftës së dytë botërore, kur elitat botërore e ndanë botën në një mënyrë pak a shumë të këtillë. Kina do të ishte fabrika ku do të prodhoheshin dhe do punonin punëtorët me mëditje, me rroga të ulta. Po. Japonia do të ishte banga që do të mbante normat e ulta të interesit për në Kinë, bangat japoneze të cilat ngritën degët e tyre offshore në Kinë. Amerika do të mbante petrodollarin dhe lekët që ktheheshin nga petrodollari në ekonominë amerikane do investoheshin në industrinë e luftës dhe nëpërmjet CIA-s, Mossadit dhe MI6-it do mbaheshin tensione dhe konflikte në shumë vende të botës me qëllim që këto armë të shiteshin, ndërsa Evropa do të merreshe kryesisht do siguronte të ardhurat e saj nga turizmi. Dhe këtë model po ja sjellin dhe Shqipërisë. Dhe ky model tregoj që mbas 50 vjetësh dështoi dhe Evropa ka ngelur nga
lokomotiva e botës për Shumë gjëra. 5 shekuj, tashmë duket që ka mbetur e 3 apo e 4 në këto trenat e historisë së sotme. Pra, doja të thoja këta që rritja e turistëve në për aeroporte duhet të shoqërohet me rritjen e të ardhurave ose të forcimit të GDP-s nga ekonomia, sidomos nga bujqësia. Po Evropa vazhdon të gaboj duke e detyruar ekonominë shqiptare të fokusohet në drejtim të energjisë, ke investimet e gjelbra që quhen, këto me panelet diellore që janë jo të dobishme dhe që Shtetet e Bashkuara i kanë hedhur poshtë dhe nuk po i përdorin me dhe janë rikthyer prodhimit të energjisë në mënyrë tradicionale nga lumenjt, nga termocentralet, nga termocentralet bërthamore, termocentralet me gaz, e tjera. Dhe e dyta, për sa i përket Spaku, Amerikanët mbrapa Spakut. Unë kam thënë diçka që Spaku është deep state. Pra, është një institucion që komandohet nga ndërkombëtarët. Në fillim ishin 2 palë, ishin Amerikanët dhe Evropianët, me ato 2 institucionet e tyre të policisë, dhe tashi nuk merret vesh shumë nga do shkoj Spaku, por qeveria po përpiqet të shkojë nga Shtetet e Bashkuara dhe të braktisë globalistët me lëvizjet që po bën kryeministri, i cili po reket në këtë konfliktin që ekziston në botë midis globalistëve dhe nacionalistëve, ku globalist vazhdon të jetë Evropa, City of London, dinastia financiare botërore Rockefeller dhe dinastia perandorake do ta quaj, jo mbretërore, Britanisë, Windsor, dhe nga ana tjetër janë Amerika, Rusia, Kina, Irani, të cilat janë anti-establishment dhe kërkojnë të përmbysin globalizmin. Rama po përpiqet të rreshtohet nga Putini dhe nga Trumpi. Se Putini e Trumpi janë bashkë? Bashkë janë, patjetër. Po kjo më intereson. Amerikanët mbrapa Spakut tani. Dhe shikojmë që në investimet që po jep Bashkimi Evropian, si për Karshilek, nga kjo tradhti, po ta quajmë në thonjza e Ramës, nga lëvizja e karriges së tij, nga Illuminati ose Kill Illuminati ose Evropa drejt vendeve me program anti-illuminat, anti-globalist, këta po japin investime në vendet e rajonit dhe në Shqipëri nuk po japin. Së fundmi kanë dhenë investime në drejtim të zhvillimit teknologjisë si informacionit, teknologjisë digitale në Serbi dhe në Maqedoni dhe në Maltëzi para pak kohësh, në Mosgaboj dhe Shqipëria është lënë e anashkaluar. Ndoshta kjo ishte edhe një nga arsyet pse Rama u thirr nga Papa, por ndoshta do flasim temën e parë dhe do ta sqaroj dhe këtë pse u thirr Rama nga Papa. Atëherë, para se kalojmë këtë temë e parë, bëjmë një reklam të vogël. Faldors, dyert e blinduara vetëm me dashur miq, ato të cilat evitojnë zhurmën, erën, çdo gjë tjetër, janë vetëm Faldors. Grup i të madhes Arredofab, ne kemi tryezën e bërë tashmë nga ta, kështu që dhe ju, në rast doni të ndryshoni arredimin e dyreve të brendshme të jashtme shtëpisë, keni vetëm një zgjidhje, Arredofab. Po thoi diçka Albatros në lidhje me këtë të cakos para se të kalojmë ke tema? Jo, Trumpi e Putin nuk janë bashkë, sepse Trumpi e sheh veten në kryet piramidës, edhe kërkon, dërsa Putini don partneritet si i barabartë. Trumpi nuk e pranon Putinin. Jo, këto në ndarjen nacionalizëm-globalizëm, do shta e nafa. Tash, agenda anti-globalizëm qëndron, sepse bota ka arë në përfundimin që globalizmi si filozofi ekonomike nuk ju konvenon ekonomive të mëdha. Globalizmi ju përshtatet ekonomive të vogla, për shembull si ekonomia e Shqipërisë, e cila përfiton nga globalizmi. Ndërsa ekonomitë e mëdha humbin nga globalizmi. Por në raportin Trump-Putin, Putini kërkon si të barabartë, sikur që ka qenë formula e Jaltës, ndërsa Trumpi thotë, jo, jam unë, pastaj jeni ju të tjerët. Unë jam shefi. Edhe te bordi i paqes, a i thot, e janë organizatën ku unë jam shefi. Edhe Trumpi nuk pranon që të ullet në tavolin as me Putinin, as me presidentin e Kinës, si i barabartë. E kaftuar,
e ka ftuar, e ftoi edhe Putinin, Putinin në Alaska por ai e ka që jemi partneritet pa I am the boss. Pas kanë konflikt për gjëra të vogla, po që kanë afër. Po se me këta tjerë si ka fare do biseda. Po unë mendoj që nëse Rusia edhe Kina e pranojnë rolin udhëhec të Shtetit Bashkuar të Amerikës, është mirë edhe për ne. Patjetër. Domethënë është mirë edhe për ne. Shqiptarët nuk i kanë punë të keq në SBA. Për shembull sot njerëz që nga Tirana marrin pjesë në festrat familjare të familjes Trump. Jared Kushner e ka pas ditëlindjen para një 10 ditësh, edhe Musa Kastrati ka qenë në ditëlindje. Që në kupton, do më thonë që kjo është një njohje e madhe, e talentit, mundësis, se në ato familje, në ato dyrë, nuk futet kushdo. Do të tregon që Shqipëria ka potencial që njerëzit më të pushtetshëm në botë e njohin. Kështu që kryeministri Rama ka bërë shumë mirë që i ka braktisë idenë e globalizmit, menoj, edhe ka rreshtuar Shqipërinë atje ku duhet. Unë prapë du më kthy te Spaku. Spaku t'i është dhënë një besim i madh nga populli shqiptar që do krijojë një drejtësi të re. Ti drejtësinë e re e krijon vetëm nëse ti nuk ke nevojë për akrobaci të tjera për me tregu që tu e bë punën tënde. Ata po shkojnë me akrobaci të tjera dhe ka koha që ne të aktivizohemi dhe krejt radarët e mundshëm që ekzistojnë këtë vend t'i kthejmë mbi ata. Po pse jon Konerion Velist, Semir Teri të tyre të tjerëve, pse tani kjo? Tani sepse tani mbush kupa. Do, është mbush kupa. Mos po hajnë ata kanë nga 30 në Burgjë, mos morin kota të gjorë. Ishte rasti që u bë publik që ata morën informacion kriminalet nga BKE-ja, nga Spaku. Është një nga rastet. Kështu po flitet që është një nga rastet dhe ajo ishte thjesht një rast që nuk kishte si të fshihej. Domthon po flitet në Tiranë që ka rrjedhë informacioni se nëse ti një njerëz të duhur mund të marrësh informacion, mund të kuptosh dosje, madje edhe mund të spostosh dosje. Për shembull, tu ta shtojmë në pyetje, çfarë u bë me dosjen e inceneratorëve? Po, incenerator, gjithaj skandal, çfarë u bë me ato? E di kur do hapen inceneratorët. Çfarë u bë me ato? Vetëm nëse dohet Rama atje ku zhbeliaj. Ja, nuk ka të bëj incenerator, nuk ka fare, ka të bëj fare me Ramën ajo më. Tema e parë e diskutimit për sot, dashur miq, dosja Epstein. Pse tani dhe do nis direkt me gjeneratën Z. Po më parë na freskojë çik Rizarta se për vetë karë dhe freska. Tani, po në zonë të ditës do të freskohemi me premium Balajtiza. Ne mund të zgjedhim midis 5 shijeve fantastike, siç janë premium tonic water, premium cola, premium orangeade, premium lemonade dhe premium rosé. Të gjitha janë të krijuara me ujë natyral mineral nga burimi Lajtiza, kanë dizajn freski shije dhe mos harroni asnjëri që janë 100% vegane. Des për këtë se ka bërë super. Jo, me atë shpjegim që bëri ky. Jam duke pirë të tonë. Javën e kaluar për ujti që kalon nëpër ato burime, na bë gjithë kurioz. Një gjë është interesant, aty është një hapësirë 35 kilometra katror, kur ky lloj uji shfaqet vetëm në atë hapësirë. Lëviz ti 1000 metra më tutje, nuk e ke më atë ujë. Shumë interesante. Është një mrekulli e natyrës. Shumë interesante. Dosja Epstein pse tani nga këndvështrimi jot pas kaloj Kecako dhe Albatros? Unë përmenda pak javën e kaluar që një nga arsyet kryesore pse është bërë tani që ka avancuar aq shumë edhe AI, inteligjenca artificiale, është pikërisht për faktin që njerëzit të konfuzohen dhe të mos kuptojnë më se cilat janë fakte reale dhe cilat janë faktet e vërteta, sepse vërtet nëpër internet është një lumë materialesh që vërtet nuk janë të vërteta, janë të gjeneruara me AI dhe të gjithë tashmë, po nuk po kuptohet asgjë, është një konfuzion i madh. Po përveç kësaj është edhe fakti se po vendoset pikpyetja mbi një person të vetëm, nuk po vendoset pikpyetja mbi gjithë sistemin dhe institucionet që kanë dështuar në gjithë të skandal. Skandali, domethënë, i është vënë një fytyrë, le të themi, djallit dhe është vënë fytyra e Epsteinit, ndërkohë që djalli i vërtet është në të vërtetë sistemi dhe gjithë elitat e tjera. Gjithë ata që kanë heshtur, ata që kanë fshehur informacionet për kaq shumë vite. Po sistemi në këtë mënyrë, duke ja vënë fajin, le të themi, një personi të vetëm, shfaqson veten e tij, ja vendos fajin një personi dhe vetë pastaj unë them unë po ju azit problemin, e shkëput nga vetë. Unë thotë unë azit problemin, e kam gjetur fajtorin, unë po bëj më të mirën për ju. Ndërkohë që është ky sistem që e ka fshehur këto për vite me radhë dhe ka dështuar. Albatros, Epstein pse tani? Po është tash ti duket si po fajtohem me Cakun, po ndonjëherë domethënë çfarë të katror ka pajtime ka ndarje, por rëndësishme është që të në Amerikë shpesh aplikohet formula që kur duhet që të tërhiqet vëmendja e njerëzve për shumë gjërave ndodhin këto momente. Edhe fakti që kjo u lansua tek tani ka vërë në plan të dytë shumë diskutime, për shembull atë tërheqjen e Trumpit
nga aneksimi i Grenlandës, e ka tërheq vëmendjen nga mundësia që mund të ketë një luftë në lindjen e mesme, ka tërheq vëmendjen nga disa probleme të mbrëmshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe për një moment shoqënia e gjitha u mor me Epsteinin, edhe emrat që u përmenden aty. Por, në njëjtën kohë, duke marrë parasysh se aty janë përmendur shumë emra zyrtarësh që nuk janë të Amerikës, kjo është edhe pjesë e lojës luftës speciale, domethënë që bën oborri Trump për të destabilizuar gjithë ata që ishin të padisiplinum. Për shembull, e psoi qeveria britanike saqë Keir Starmer tha, unë s'jap dorëheqje, por ai thon duhet më dhon dorëheqje e tjera, ja u hodhi një grumbull bletësh, sidomos evropianëve, edhe të tjerëve që... Po se evropianët kanë dalë si më të dëmtuar me kjo. Kanë dalë si... Qishte që thoshte, në Shqipëri ka gocat bukura, qishte që thoshte njëri, në Shqipëri ka gocat bukura. Ta shti aty në bazë të... Jo, s'ka një gjithë thush ka gocat bukura, po varet nga konteksti. Po, edhe kishin për t'i rëmbyrë dhe për t'i marrë për t'i çuar pjesë të ishullit. Po, në bazë të dhënave që kanë dalë nga agjensitë amerikane të ligjit, dikur rreth 80% e femrave që kanë qarkulluar në ato partit e Epstein vinë nga Shqipëria, Malizi, Serbia, Bullgaria, Ukraina dhe Rusia. Janë nga këto 6 shtete. Ajo që ka shokuar botën tashmë është fakti se nëpër internet po thuhet që askush më nuk do të jetë më bilioner, nuk do të jetë më miliarder, sepse e gjithë ajo pamje që ne kishim për miliarderët, ai adhurim dhe ajo aspirat që ne kishim për ta, e vërteta që doli në shesh tashmë po i bën të gjithë që të mos duan më të jenë bilioner. Dhe në fakt ajo që ka shokuar le të them internetin këtë javë ishte edhe fakti që një gazetare në një podcast, në një intervistë që bëri, ishte shumë krenare që ishte pjesë e dosjeve të Epstein, sepse thonte unë jam pjesë e dosjeve dhe jam cool, pra jam trendi, jam jam e momentit. Dhe thonte është fakti që ka shumë artist të përfshirë në këtë lloj skandali është fakti që për të qenë cool dhe për të qenë trendi, për të qenë i momentit, duhet patjetër që ti të kaloje nëpër këto skandale, nëpër këto dosje, edhe atëherë do ishe pjesë e aktualitetit. Me politikanë, ambasador aty s'kishe, ishin gjitha bashkë, gjithë ata që ne mendonim që na drejtonin botën, i merrte ai ke ishulli. Të gjitha po ajo është për tu habitur dhe është dhe për tu tronditur. Në fakt është fakti sa krenar janë këta që janë pjesë e një tmerri dhe një skandalit të tillë. Qa fshihet më cako? Se ne dim ato që thotë Klajnës. Vetëm më lini mos më ndërprisi. Gjithë kohën e mendja është shtetitësa. Aeropagu ose zona ku mblidhet inteligjenca e gjujshme mund t'i konsiderojmë si merimangat që kanë thurur jetën dhe kanë kapur mizat egoimëve. Ata që janë diskredituar janë popujt e tjerë, pra jo gjujshët, me përjashtim të 3-4 vetave të cilët kanë dalë, kurse gjithë tjerët që janë kapur është gjithë establishmenti i krishter perëndimor. Po jetojmë në një epokë përmbysjesh të madhe. Janë duke përmbysur epokën e krishterimit për të ringritur epokën e judaizmit. Në vitin 600 para Krishtit u kanonizua Dhjata e Vjetër. Do më thënë dhe pasaj Mojsiu e rishkroj, e riformuloj, do më thënë e shkroj 1300 vjetë për para dhe 600 vjetë para Krishtit u kanonizua. Dhe këta e shpallën veten si popull i zgjedhur i Perëndis. Po duke mos pasur një shtet, këtyre ju binte kredibiliteti për t'i bindur gjithë tjerët njerëzit që këta ishin popull i zgjedhur i Perëndis. Dhe këta u përpoqën që mungesën e shtetit ta bënin nëpërmjet armonizimit të diasporave. Mi po këta arritën ta mbanin këtë lloj uniteti deri në kohën e Krishtit. Kur doli Krishti, u prish konvenienca, u prish marrëveshja. Marrëveshja u bë me ata që besonin në Krisht, pavarësisht se çfarë lloj race ishte ti. Dhe filloi një epokë tjetër, që ishte epoka ujorit ose epoka e të krishterëve, të cilët morën dominancën dhe e shkatruan dhe atë pak shtet të Izraelit nëpërmjet perandorisë romake, që ende nuk ishte bërë krishterë dhe në vitin 300. Në vitin 300, për të përmbajtur këtë furit të anti-establishmentit të popullit të zgjedhur që këta e kishin proklamuar, e kishin kanonizuar pra në Dhjata e Vjetër, këta krijuan Talmudin dhe Kabalën, që janë pjesa mistike
e besimit gjuish. Dhe në vitet 950-1000, kur kisha undap, pësovi skizmën e parë në vitin 1050, këta u afruan gjithë u adhen si qifut nga bota e vjetër, Persia, gjithë lindja, do me thëmë, Babilonia e vjetër, këta u afruan dhe erdhën në Evropë dhe u bashkuan në Venetik me elitën botërore detare që ishte në Venetik, po dhe në Gjenovë. Dhe ishin 2 qytete porte të mëdhaja që bënin tregti të madhe. Dhe bashkimi i huadhenzve qifut me elita tregtare të katolikëve të Venetikut kryuan atë që quhet fisnikëria e zezë. Tashi, huadhenësit qifut, po pritë, duhet një shpjegimi vogël, huadhenësit qifut u ndan pasaj në 2 pjesë. Një pjesë u krishterizua dhe u afrua nëpërmjet fuqisë së paras me familjet aristokrate, kurse pjesa tjetër vazhdoi të jepte ua, meqense në krishterim nuk lejohej dhënia e parave me interes. Dhe këta e ruajtën marrëdhënien e tyre, kjo fisnikëri e zezë nëpërmjet martesave. Çupat e këtyre huadhenësve gjuish martoheshin me gjuishët që ishin konvertuar dhe që ishin bërë të krishterë dhe kishin hyrë në pjesën aristokrate të krishterimit. Dhe kjo marrëdhënie me pjesën e kabalës, pra me besimin qifut, po të përzier me misticizmin midis Vatikanit dhe kësaj pjese, mbizotëroi për një kohë të gjatë në formë të fshehtë. Sot Spanja është qendra që lidh jugun katolik me veriun protestant. Po të shikosh Opus Dei, që është shërbimi sekret jezuitëve, krijoi grupet sësa të nazizmit. Ndërsa më pas, rreth viteve 1700, gjuishët u ndan në 2 pjesë, në pjesën 1800, në pjesën e majtë dhe në pjesën e djathtë, mbas kongresit Bazelit më 1890. Na çove shumë larg, me çfarë synimi? Tashi këta bashkimi, domethënë pjesa e djathtë e qifutërisë, e mbështetur nga dinastia britanike, krijoi Izraelin, e cila është projektuar të jetë qendra e ardhshme e epokës së re që ne po hymë. Këta kërkojnë të rënojnë në besimin tek krishtërimi, duke i paraqitur si njerëz të me vese, njerëzit kryesor të elitave të perëndimit dhe kërkojnë tash të japin kredibilitet. Pra ky është synimi i gjithçka e pse do tani. Synimi të bjerë Krishti, të ngrihet Mojsiu. Domethënë, ky është qëllimi që këta po bëjnë. Dhe ne jemi në një moment historik që mbas 2000 vjetësh do thuhet, në atë moment ndodhi kjo. Do ta realizojnë apo jo? Këta nuk e dim. Qa qëndrimi duhet mbajë rreth 4 orë në këtë? Do të shoqërohet me tensione shumë të mëdha në perëndim, me konflikte shumë të mëdha, pasi gjithë ka rënë demokracia dhe besimi ke sistemi demokratik dhe ke ata që na udhëheqin në perëndim. Keni ide, Albatros? Jo, në parim pajtohem me konkluzionin. Në fundit kjo është lufta në mes gjitha religionet luftojnë për dominim, po unë nuk besoj në atë që hebrejt e kontrollojnë botën. Nuk është kjo e vërtet, nuk mundën 6 milion njerëz të kontrollojnë, domethënë 8 miliard apo... Janë 6 milion, janë 18 milion. Po 18 milion, ajde t'janë edhe 180, o cako, 8 miliard janë këne, vetëm kinez janë 1 miliard, vetëm indian janë 1 miliard. Bëri ai mbrapa që ke fotografie, bëri zhurmën. Po mirë dhe... Një nga këta 8 milionët. 3 luan mbaj një kopet madhe me buaj në pyll. Hebrejt në Evropën e krishterë janë konsideru qenje të ulta. Domethënë nuk janë konsideru si të barabartë. Kanë jetuar në geto, kanë jetuar të ndarë nga shoqëria. Kanë jetuar vetë në geto. Edhe, jo, nuk kanë qenë geto e sforcuar. Po ti shpërndanin, spranonin, deshin vetë jeton. Ne kemi miq izraelitët. Nuk kanë pas të drejtë në prona, në tokë, në gjëra të flasim në mesjet. Dhe vetmja formë atyre për të mbijetuar... Tresaul, po Aeropagu jo. Kanë qenë... Elita e tyre jo, kanë qenë të tregohen të shkathët. Po, këtë e kanë pasur. Të tregohen të shkathët dhe kanë bë... Nevojë e ka për shkathët. Po, edhe kanë bë kapital.
edhe në fund duke kontrollu kapitalin, ata kanë kriju ndikim. Se zgjuar janë ata, por zgjuar janë ata. Rracë zgjuar janë ata. Edhe por nuk është që e kanë kontrollu në herë Evropën. Rizarta, ku shkoj? Jemi në muajin e dashurisë dhe ne mund të bëjmë me shtëpi duke filluar nga 56.000 euro. Ballada është vendi ku dita nis me qetësinë e liçenit dhe mbyllet me ngrohtësinë e familjes. Apartamente me hapësira të menduara për rehati, privatësi dhe jetesë moderne. Mund të kontaktoni në 068 40 49 444 sepse dashuria fillon me një po dhe vazhdon me një shtëpi. Dhe ne me këto fjalë të ëmbla të Rizartës tonë mbyllim këtë pjesë. Pjesë e dytë, dashur miq, presim sërish këtu në rrethin katror. Bomba do jetë eksplozive, po mban 3 emra: Albatros, Cako, Rizarta. Qëndroni me ne. Pjesë e dytë, dashur miq, rrethin katror. E nisi me një falënderim të veçantë për ECA Electric Car Slovenia, e cila ka sjellë në Shqipëri Avatar 11 në versionin europian dhe GBT në shumë ngjyra. Vizitojeni për çmimet më të mira dhe garanci nga fabrika. E gjeni në rrugën e kthimit nga Tegu në Tiranë. Të gjithë ne këtu do të kalojmë në elektrike ECA. Je e mrekullueshme. Kjo është temë shumë interesante, Cako, Albatros dhe Rizarta, sepse pretendojmë apo mendojmë që është një nga vendet ku vendoset drejtësia, po një padrejtësi e frikshme ndaj komandantëve të Kosovës, ky vendim i Hagës. Do me thënë, ti ke drejt, ke kohë që thu kanë rënë sistemet, nuk e di çfarë interesa është, po si mund të jetë një gjë si kjo? Po, e kapi. Albatros, e nisim bashkë se ti e çik më. Kjo është një komplot i sofistikuar për ta rënë legitimitetin e luftës lirimtare. Edhe mënyra se si është ndërtuar rasti dhe fjala fundit, ishte qartë që prokurori fliste me dosje serbe. Se sipas prokurorit, në vitet e 90-ta, ne në Kosovë kemi jetu mirë, rahat, kemi qenë gjithë lumtur dhe ca njerëz të çmendur janë qua atje dhe kanë bërë disa probleme. E anashkëduan lufta që ka shpërthy, ka qenë kulmi një mlefi, një revolte, një vujtje që ka zgjat me dekada, edhe që në fund e ka pas atë epizodin më të rëndë në vitet e 90-ta. Kjo ishte fare e parëndësishme për prokurorinë dhe kjo ishte një gjë, domethënë mund të them një gjë shumë e keqe. Por kjo tregon një gjë që shqiptarët më në fund duhet ta kuptojnë, që duhet të jemi në pikën që ta mbrojmë dinjitetin tonë. Nuk ka më politikë, duhet jetë politika t'ja bëjmë qefin ndërkombëtarëve, ose t'jetë politika, hajtë bëjmë që po na thonë ndërkombëtarët. Këta zotëri që janë sot në Hagë, janë mashtru, janë tradhtuar nga vetë ndërkombëtarët, cilët ju kanë thënë, hajtë bëhet se s'ka gjapi kësaj punë. Se njoftën Hagën këta, pse s'bëjnë si këta urban, këta se njohin Hagën. Kjo tregon që Albin Kurti, kryeministri i Kosovës, ka shumë të drejtë kur ju thotë ndërkombëtarëve, ju i keni interesat e juaja, ne i kemi interesat tona. Edhe ne shqiptar duhet të mbrojmë interesin tonë. Ajo që ka po ndodhur në Hagë, unë kam shumë shpresë që gjykata nuk ka me pranu atë kërkesën e prokurorisë, ata do të lirohen. Në fakt po, se ky është një vendim i prokurorit për 45 vjet. Por do të thënë në maj merret vendimi nga gjykata që me siguri do ulet mendoj. Po se e tmerrshme ishte kjo 45 që e frikshme. Kjo është me barazu luftën çlirimtare me kriminal si Ratko Mladić. Mos fol fare. Rizalta, si mendoni juve pse? Unë nuk dua ta shoh historinë e Kosovës si dosje, se ne nuk mund ta shohim. Historia e Kosovës për ne është një plagë, se Kosova ka kaluar masakrime, përdhunime, zhdukje dhe normalisht që në çdo luftë do ketë krime. Për mua Perëndimi po e shikon këtë çështje në mënyrë shumë indiferente, sepse mendoj që ata thjesht duan ta mbyllin çështjen, duan që gjykata të marrë një vendim për stabilizimin politik, le të themi. Ato duan që tulet tensioni, duan që thjesht ta mbyllin si dosje që ta menaxhojnë të paktën situatën e tyre politike mirë. Po për ne shqiptarët, për kosovarët që kemi kaluar aq shumë, normalisht është një padrejtësi e tmerrshme. Unë kam frikë se jam pak unë jam gjithmonë optimiste, po mendoj që ato do të marrin vërtet një vendim. Shpresojmë që të jetë për mirë, po është e sigurt që kjo çështje do mbyllet sa më shpejt. Ato thjesht duan që të menaxhojnë në gjithë këtë presionin politik. Fred, një pyetje kështu, ne nuk dalim dot nga këto struktura Hage kështu, domethënë kush i merr, parlamenti i merr vendimet ose pse nuk gjykojnë në gjykatës speciale? Një ndikim të madh ka dhënë kryeministri Rama, i cili ka vajtur me helikopter apo stafat para se të bëhej votimi në Prishtinë dhe ka bindur rashimin
dhe të tjerët që ta votonin ligjin special dhe ata në fakt... Që vërtet që Albini ka qenë kundër këtij votimi? Po, ka qenë kundër. Po interesante kjo. Dhe kjo krijovi deep state-in për herë të parë në Kosovë dhe për këtë ndihmoi kryeministri Rama, sigurisht. Dhe e dyta është krijimi i kësaj spakut këtu, është përsëri krijimi i deep state-it që e krijuan të gjithë budallën tanë të politikës, po që Rama ishte ai kryesori që e ofrovi këtë zgjidhje me sistemin e ri të drejtësisë, Gjoja do bënte drejtësi të re për popullin, kur dihet që për popullin drejtësia është përkeqësuar. Unë këta i shikoj pak a shumë, në qoftë se atje gjykata speciale ka marrë këta thaqin dhe këtu ka marrë metër. Ka një paralele në të dyja vendet. Po të shikosh, goditen gjithmonë shqiptarët. Dhe pakicat mbrohen. Kush janë politikanë që vinë nga pakicat etnike ose kulturore, ata mbrohen. Njerë, kur vajti Enver Hoxha në Moskë, ishte në takim me Berjan dhe me 48-ën dhe ishte prishur Stalini me Titon dhe Stalini kishte frikë se mos klasa politike shqiptare kishte ndikim nga Titoja dhe deshta priste atë ndikimin. Edhe kishte marrë informacione nga KGB-ja edhe nga ambasada këtu, edhe i thot, ore, mi tregoj që këta udhejkësit kush janë. E i thot, ky po kemi Koçi-Xoxhen, se mendoj t'i theshte këta ortodoksët kryesor që qeverisnin këtu, ose bllatë kryesor, që t'i bënde qefin Stalinit. Nuk e kuptoj qëllimin e Stalinit. E i tha, kemi këtë Pandi Kerengjin, kemi Kristo Themelkon, se i kishin shumë fuqi ata në kohë, kishin shumë pushtet. I kishin zgjedhur ta që të sundonin shqiptarët pakicat. I kishin zgjedhur serbët. Edhe Stalini i tha, po pse s'ka shqiptarë atje Shqipëria, tha, politikanë shqiptarë, tha, tjelo, tha, Kositi tha se më ke mua nga mbrapa. Kush doli politikani shqiptar? Edhe Jura Enver Hoxha, të keqën. me Koçi-Xoxhen, me Kristo Themelko. Po e dhja që Enveri si unë. Dhe solli në pushtet shqiptarët, solli Mehmet Sheu, Nysni Kapon, mbas Stalinit e morën shqiptarët. Interesante kjo. Po pse e morën këta shqiptarët? Sepse këta nuk do ishin në ndikimin e Jugoslavisë. Dhe ai e dinte që klasa e vjetër politike e vleve do ta kalonte avionin për në Moskë, do qëndronte një në Beograd, pastaj do shkonte në Moskë dhe ana sjelltas e njëjta rrugë. Pra do jepnin një llogari atje çallafosin. Dhe ky e previ këtë lidhje. Dhe sot këta çfarë janë shqiptar i godasin. Këta janë bërë pishman globalistë. Edhe Thaçi si shqiptar prej se shqiptar goditet. Shqiptar janë patjetër. Jo, nuk e diskutoj, po për këtë goditen them. Goditen pse janë shqiptar. Po një nga arsyet se janë shqiptar, po të ishin ata nga pakica. Pse serbët kanë më shumë miq në botë atje ose në habitet? Po të them unë, po të ishin katolik shqiptar, ose të ishin politikan serb, ose ortodoks fjala vjen atje, ata nuk do ishin goditur dhe nuk do t'ju kishin dalë kundër. Pra goditën zemër. Pse u goditën ata? Sepse këtë që po bën tash Rama, që po përpiqet të rreshtohet ke globalistët, ai u përpoq ta bënte në kohën kur i thiri Trumpin në shtator të 2019-s për takim me Vučićin për të bërë të 2020, më fal, për të bërë paqen në Shpinë e Bardhë. Dhe Thaçi pranoi, këta i thanë jo, nuk do vesh, i thanë. Ai pranoi dhe ata një ditë para i shpallën atë mandatin e arrestit, pikërisht se e quajtën tradhtar. Edhe është lidhur me atë që thash unë, që fondet që po ju japin këtyre vendeve këtej, Shqipërisë nuk po japin. Kjo është një bëhet në mënyrë deklamative, më kupton, domethënë të dukshme që ta shikojnë të gjithë që Bashkimi Evropian nuk e mbështet. Fundi i kësaj odiseje sipas Cakos. Janë bërë pishman që e lanë Shqipërinë sot me politike. Sepse çështja shqiptare tash ka filluar të forcohet, sidomos mbas pavarësisë së Kosovës. Po dhe pavarësinë e Kosovës, po të shikosh ata e dhanë me sa vones më 17-ën... Me 17 shkurt 2008. 17 shkurt 2008. Dohen nga 99-a 2008, 9 vjetë me zi e lejuan pavarësinë e Kosovës. Edhe ata, Macroni me shok, që mblidhen edhe diskutojnë për atje në Chatham House, janë penduar, mi po ishte Austro-Hungaria ajo që nuk lejoj që çështja shqiptare të zhdukeshe. Manush, unë mendoj, po e them për herë të parë këtu, unë mendoj që në epokat e mëparshme, në epokën e 4, si që ndanë Madame Elena Blavatsky, Shqipja ka qenë si që është anglishtja sot. Ndoshta dhe me fuqishme në të gjithë botën mund të ketë qenë gjua ndërkombëtare. Ishte gjithçka për sot. Në rrethi 4 orë ju lë në shoqërinë e lajmeve. Ajo është linja e vërtetë e Top Channel. Qëndroni gjithmonë në shoqërinë tonë. Faleminderit miq.